Zvërneci, Reuters, biznesmeni Artur Sheu që shiti tokën për projektin falsifikoi aktet e pronësisë, nuk ka shkelje nga Kushner dhe investitorët e tjerë. Agjencia Reuters i ka kushtuar sërish një artikull projektit që po ndërtohet në Zvërnec duke vënë tekstin tek Artur Sheu, biznesmeni shqiptar që jeton në Shtetet e Bashkuara është në hetim nga autoritetet për dyshime mbi pastrim parash të lidhura me trafik droge dhe falsifikim dokumentesh pronësie. Reuters thekton se hetimi lidhet edhe me tokën ku është planifikuar ndërtimi i rezortit luksos mbështetur nga Jared Kushner në Bregdetin shqiptar. Reuters i referohet SPAK dhe Sheu dhe bashkëpunëtorët e tij dyshohet se kanë përdorur fonde të ardhura nga trafiku ndërkombëtar i drogës për investime me pasuri të paluajtshme dhe kanë falsifikuar dokumente për sigurimin e pronësisë mbi disa sipërfaqe toke. Një pjesë e këtyre pronave më pas është shitur për zhvillimin e projektit turistik në zonën e Zvërnecit me vlerë 110 milion euro. Dokumentet e SPAK-ut thonë se Sheu shiti tokën për projektin e rezortit për rreth 110 milion euro, fondet cilat thonë se urdhëruan ngrirjen e tyre në llogarinë e një noteri duke penguar që parat arrinin tek Sheu. Sheu dhe bashkëpunëtorët blen tokë duke përdorur fondet fituar në mënyrë të paligjshme dhe falsifikuan dokumente pronësie duke krijuar titull terren pronësie dhe duke rritur artificialisht masinë e pronave dhe SPAK në dosje, citon Reuters në artikull. Reuters thekton se në dosjet e hetimit nuk ka asnjë akuzë për Jared Kushner, kompaninë Southern Real Estate Development, Albanian Land Development apo investitorë të tjerë të projektit.